Çfarë sekreti fshihen pas 5 mureve të Pentagonit, qendrës nervore të Departamentit të Mbrojtjes të Shteteve të Bashkuara? Kjo strukturë gjigante nuk është thjesht një zyrë, është një fortesë, një simbol pushteti dhe një qendër e strategjisë ushtarake. Por a e dinit se Pentagoni u ndërtua në vetëm 16 muaj gjatë luftës së dytë botërore, ose se ka mbi 27 kilometër korridore? Megjithatë, mund të ecësh nga një pikë në tjetrën për më pak se 7 minuta. Me tunele të fshehta, një qendër komande të klasifikuar dhe sistemin e vet të metros, Pentagoni është i mbushur me mister. Por çfarë ndodh vërtet pas mureve të tij? Kush ka akses në dhomat e tij tepër sekrete dhe çfarë bën atë, një nga ndërtesat më të padëpërtueshme në tokë? Le të hyjmë brenda dhe të zbulojmë botën e fshehtë të Pentagonit. Ndërtesa më e madhe e zyrave në botë, Pentagoni është ndoshta një nga ndërtesat ushtarake më ikonike në Shtetet e Bashkuara dhe me të drejtë. Në fakt, është aq i madh sa ka kodin e vet postar 20301. Ideja për Pentagonin daton që nga vitet 1930, kur Departamenti i Luftës i Shteteve të Bashkuara po të i kalonte me shpejtësi selin e tij në Washington DC. Në vitin 1941, Kongresi miratoi ndërtimin e një godine të re për të strehuar Departamentin e Luftës dhe degët e tij të ndryshme. Vendi i zgjedhur për ndërtesën e re ishte një parcel toke në Arlington, Virginia, për te lumit Potomac nga Washington DC. Ndërtimi filloi më 11 shtator 1941, vetëm disa muaj përpara se Shtetet e Bashkuara të hynin në luftën e dytë botërore. Ndërtesa u përfundua në vetëm 16 muaj, një arritje mbreslënse, duke pasur parasysh madhësinë dhe kompleksitetin e projektit. Por përse ndërtesa quhet Pentagoni? Nën presionin e Kongresit për të gjetur hapësira më të përhershme zyrash për departamentin në rritje, ushtria i drejtua kreut të divizionit të ndërtimit të ushtrisë, duke ngarkuar shefin e seksionit të projektimit, të krijonte një ndërtesë që do të përshtatej me një parcel toke me 5 anë, e cila ishte blerë me nxitim poshtë varrezave kombëtare të Arlingtonit. Për të shfrytëzuar dimensionet e pazakonta të terrenit, arkitektët dhe projektuesit zhvilluan një koncept të veçantë peskëndor. Do të kishte disa unaza koncentrike zyrash në secilin nga 5 segmentet, të lidhura me korridore. Në qendër të kompleksit do të ndodhej një obor. Presidenti Franklin D. Roosevelt, megjithatë, vendosi që selia e re të ndërtohej në vendodhjen aktuale, në bazën e anës së Virginias të urës së rrugës së 14, mbi lumin Potomac. Ky vendim pasoi një debat të ashpër me ambientalistët, të cilët kishin frikë se struktura do të pengonte pamjet e gjëra të varrezave drejt Washingtonit. Pavarësisht ndryshimit të vendodhjes, koncepti i projektimit dhe përrjedhoi emri Pentagon u ruajt. Vendi i ri u zgjodh pjesërisht sepse zona e pastreve, e njohur si Hell's Bottom, mund të pastrohej shpejt. Toka përfshinte rreth 32 hektar të marrë nga Fort Myer dhe gati 59 hektar nga ish aeroporti Washington Hoover. Ndërtesa u përfundua në janar të 1943, me mbi 594.000 metra katror sipërfaqe dyshemeje. Ajo mbetet ndërtesa më e madhe e zyrave me lartësi të ulët në botë. Gjatë ndërtimit, ndërtuesit kursyen mjaftueshëm çelik për të ndërtuar një anije luftarake dhe 6.189.000 ton rërë dhe zhavor të përdorur për betonin e armuar u morën nga lumi Potomac aty pranë. Shpejtësia pati koston e saj, edhe pse fillimisht ishte parashikuar një buxhet prej $35 milion, kostja përfundimtare arriti në $63 milion, ekuivalente me më shumë se $900 milion sot. Gjatë jetës së saj, ndërtesa ka kaluar në përpjekje masive rindërtimi. Sot, ajo ka 7.754 dritare dhe afërsisht 27 km korridore. Struktura përbëhet nga 5 unaza, 5 kate mbi tokë dhe 2 kate nën tokë. Nga obori i brendshëm drejt pjesës së jashtme, unazat janë të shënuara nga A deri në E. Zyrat e zyrtarëve më të lartë ndodhen në unazën E, pasi është e vetmja që ka pamje nga jashtë. Megjithatë, fal projektimit të tij unik, duhen vetëm rreth 7 minuta
për të ecur mes dy pikave më të largta të ndërtesës. Megjithatë, ndryshe nga ndërtesat tradicionale, me pika të qarta hyrje dhe dalje, plani i Pentagonit është aq kompleks saqë edhe punonjësve mund të duhen një javë për t'u orientuar sakt. Një projekt me një rëndësi të tillë nuk mund të ndërtojë pa një inxhinier që mbikëqyrte çdo detaj në çdo cep. Në gusht 1941, koloneli i korpusit të inxhinierëve të ushtrisë amerikane, Leslie Groves, mori përgjegjësinë për ndërtimin e Pentagonit. Ai punonte nga zyra e tij në Washington 6 ditë në javë, pastaj vizitonte personalisht projektin, që mendonte se kishte më shumë nevojë për vëmendjen e tij direkte. Edhe të dielave, Groves ruante të njëjtin ritëm të pamëshirshëm. Groves kishte reputacionin e një shefi të rrept dhe shumë kërkues. Një nga zëvendësit e tij, Robert Farman, duhej të ishte në Pentagon ditë e natë. Për ta përmbushur këtë kërkesë, Farman urdhëroi kontraktorët të ndërtonin fshehurazi, një apartament të vogël mes mureve të ndërtesës, në mënyrë që ai të mund të flinte aty. Ai vazhdoi ta përdorte këtë apartament edhe gjatë udhëtimeve zyrtare kur kthehej në Pentagon, por në vitin 1943 u detyrua të dorëzonte çelësat. Pasi u zbulua nga oficerët e armatimit, teksa po dilte nga hapësira e fshehtë. Gjatë luftës së dytë botërore, kurrierët lëviznin nëpër korridore me biçikleta ose patina. Me kalimin e kohës, u shtuan edhe mjete elektrike, një vendim që doli të ishte gabim. Këto mjete shkaktuan dëmtime në ambientet e brendshme dhe krijuan kaos për këmbësorët. Në vitet 1960, sekretari i forcave ajrore, Eugene Zuckert, u godit nga një prej këtyre mjeteve në një kryqëzim korridori pranë zyrës së tij, duke nxitur diskutime të reja mbi rindërtimin dhe sigurinë. Sot, skuterët elektrik lejohen vetëm për individët që nuk janë në gjendje të lëvizin vetë. Planifikuesit e Pentagonit u detyruan gjithashtu ta projektonin ndërtesën gjatë një periudhe segregimi ekstrem racor në Shtetet e Bashkuara. Si rezultat, planet fillestare përfshinin ambiente të ndara për punonjësit me ngjyrë dhe ata të bardhë. Kjo çoi në ndërtimin e 284 tualeteve, 2 fish më shumë se sa kërkoi për stafin e parashikuar, si dhe mensa të ndara. Megjithatë, urdhri ekzekutiv 8802 i lëshuar nga presidenti Franklin D. Roosevelt në qershor të 1941-shit, ndaloi segregimin mes punonjësve federal, duke i bërë këto ndarje të pavlefshme edhe përpara se ndërtesa të ishte plotësisht funksionale. Sot, Pentagoni funksionon pothuajse si një qytet i vetëmjaftueshëm. Ai përmban një qendër tregtare, një zyrë postare, ambiente mjekësore, pastrim kimik, berber, si dhe disa mundësi për ushqim. Mund t'ju abiz gjithashtu fakti se deri në vitin 2011 në Pentagon kishte vetëm një ashensor për pasagjer, dhe ai ishte i rezervuar ekskluzivisht për sekretarin e mbrojtjes. Kushdo që nuk mund të përdorte shkallët, duhej të mbështetej te rampat e gjata për të lëvizur mes kateve. Ndërtesa ishte e pajisur fillimisht me ashensor mallrash, të cilët përdoreshin nga të tjerët vetëm kur ishte e nevojshme. Si selia e departamentit të mbrojtjes, ndërtimi unik i Pentagonit përfshin shtresa mbrojtëse të projektuara për të bllokuar valët e radios, duke e bërë jashtëzakonisht të vështirë për satelitët e huaj të përgjojnë bisedat e klasifikuara. Edhe pse nuk është konfirmuar zyrtarisht, besohet gjithashtu se ndërtesa është projektuar për të rezistuar sulmeve të mëdha, përfshirë kërcënimet bërthamore, përmes përdorimit të çelikut të përforcuar dhe materialeve rezistente ndaj shpërthimeve. Në mes të oborit gjigant të Pentagonit ndodhet një kiosk e vogël hot dogësh. Gjatë luftës së ftohtë, inteligjenca sovjetike gabimisht besonte se ajo ishte hyrja një bunkeri sekret të komandës bërthamore, duke e quajtur Ground Zero, sepse mendonin se ishte një objektiv kryesor për një sulm raketor. Pentagoni është gjithashtu shtëpia e një prej operacioneve më të mëdha të shërbimit ushqimor në botë, me mbi 30 ambiente ngrënie që shërbejnë rreth 25.000 vakte çdo ditë. Ai ka një skenë kulinare të gjallë që i përshtatet nevojave të fuqisë së tij të madhe punëtore. Pentagoni është i lidhur me sistemin e metros së Washingtonit, me stacionin metro Pentagon që i shërben ndërtesës që nga vitin 1977. Ai gjithashtu
ka një rrjet të gjerë tunelesh të përdora për logjistikë dhe mirëmbajtje, megjithse këto nuk përbën një sistem transporti të klasifikuar. Sot, Pentagoni vazhdon të strehojë zyrat e drejtuesve më të lartë ushtarak dhe shërben si qendra nervore e Departamentit të Mbrojtjes. Nëse do të punonit në një nga ndërtesat më të mëdha të zyrave në botë, e përbërë nga 5 unaza koncentrike, me nivele sigurie gjithnjë e më të larta, sa më shumë që afroheni drejt qendrës, a do të kishit frikë të qëndronit aty gjatë natës. Disa ish punonjës të Pentagonit pretendojnë se janë raportuar hije të çuditshme, zhurma të pashpjegueshme dhe madje shfaqje fantazmash në seksionet më të vjetra të ndërtesës, veçanërisht gjatë natës. Nëse këto janë thjesht frymëra të lodhura nga lufta apo diçka më shumë, misteri mbetet. Nëse po pyesin nëse Pentagoni është i hapur për publikun, përgjigja është po. Më shumë se 100.000 njerëz vizitojnë Pentagonin çdo vit. Një tur i udhëhequr prej 60 minutash nxjerr në pa historinë e ndërtesës dhe të Departamentit të Mbrojtjes, duke përfshirë rreth 2.4 kilometër. Turi përfshin sallën e heronjve, e cila nderon fituesit amerikan të medaljes së nderit, si dhe një ekspozit kushtuar robërve të luftës dhe atyre të zhdukur në aksion. Kjo ishte gjithçka për sot. Abononi në kanalin ton për të parë më shumë video si kjo dhe si gjithmonë, faleminderit për shikimin.